Me filxhan kafeje në dorë, reperi Kleviola Meti, njohur si Klevio, është paraqitur në ambientet e gjykatës së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, në vijim të një procesi gjyqësor ku ai është thirrur në cilësinë e dëshmitarit. Meti është marrë në pyetje dhe më herët në lidhje me çështjen e Laert Haxhiut, si dhe për një episod të tensionuar që lidhet me konfliktet e tij të deklaruara publikisht me reperin Rigel Serajku, i njohur si Noizi. Kjo është hera e dytë e Kleviolit në SPAK pas asaj të 28 majit. Pas shtyrjes së kësaj seance për mediat, Klevio tha se i ka kërkuar ndihmë Ramës për t'i pajtuar. Ndërkohë procesi ndaj Laert Haxhiut vijon të sjellë dëshmi të forta dhe detaje të reja mbi aktivitetin kriminal të grupit. Organi i akuzës po heton disa ngjarje të rënda kriminale, ndërsa dëshmitë të penduarit Artan Tafani konsiderohen kyçe për zbardhjen e çështjes. Ndërkohë pas përfundimit të seancës së ditës së sotme, Klevioli ka komentuar edhe protesta që po mbahen prej 10 ditësh në Tiranë. Për mediat ai është shprehur. Klevio, një koment për protestën, nuk na e the. Unë jam me Ramën, jam me Bosin, kjo është komenti. Rregull, Rama është me Noizin.